do t'i prekim nga pak që t'i vëmë në punë. Po, do t'i vëmë në punë. Do vëmë lakrën të na ka urdiset pak, se ajo është po që të mos jetë kaq shumë e fortë. Atë vëmë vetëm me pak vaj, pak krip, për arsye se armeja është bërë me krip. Pastaj për gjellën e byrekut do na duhet vetëm lakra turshi, pak piper të kuqe dhe vaj ulliri. Asgjë. Si që përdorim lakrën për sallatën. Për sallatën. Ato për zbërës duken. Unë kam bërë me pak krip, se nga që dua ta harxoj tani. Nëse bëjmë për dimër e lem me shumë krip. Kjo nuk ka shumë krip, kështu që do e skuqim direkt. Sa të na bëhet qepa, Dhurata, më tregu pak si e ke bërë lakrën. Pra e ke grirë dhe se shoh disa e bëjnë të imët fare, disa e bëjnë në copë, disa e vendosin si që është lakra, e ndaj vetëm në dysh. Shiko, si që është lakra e vendosin për dimër, neve në Korçë, se ati është ftohtë dhe nuk e gjenë gjë. Po këtu në Tiranë prishet po se mbajte në frigorifer. Në Korçë ronë deri në mars në prill ka te mamaja ime. Ku i mban ajo? E mban tek kemi ato bodrumet në shtëpi, arshefët, qelaret që ju kemi pastan më përpara, po. Që qëndrojnë të freskëta aty dhe tushitur. Si gjen asgjë, ka lloj turshirash në Korçë. Çfarë ka bërë mamaja për si vjet? Domate? Ka bërë domate, specat gogozhdare edhe me uthull, edhe me gjis, me salcë, me kështu si që bëjmë ato. Ka bërë edhe neve në Korçë patligjani nuk e kemi, po ato her pas here e bëjnë. Neve si mbushjen e patligjanave mbushim specat. Me lakër, me majdanos, me hudra, me kështu i mbushim specat dhe janë si punë e patligjani, sa lezet që kanë tani në dimër, është jo? Është shumë e mirë ajo. Tjetër zajre, petka, drom, katran, çfarë bëhet aty? Edhe tran të ëmbël, edhe tran të fartë, si që bëjmë neve me speca me domate, dromkat, pa tjetër, ato janë kryesoret që neve i bëjmë, tranin, tran të tarë, tran të ëmbël, petka, dromka. Oshafet. Vetëm këto që për oshafet, pa tjetër që... Ka një truk për të qëndruar gjatë oshafet? Ka një truk. Oshafkat më gjatë. Kur ne i marrim nga mama dhe i sjellim në Tiranë, për shkak të klimës këtu, rrezikojnë që ato edhe të prishen. Ka një sekret që ato t'i mbajmë gjatë? Ka një sekret që t'i mbajmë gjatë. Sekreti është në bërje. Si i kemi tharë, marrim hi, edhe e bëjmë si... alisiv që kemi pas bërë më përpara, e kullojmë atë dhe i kalojmë në lëngun e atyre pak, edhe i lem të thahen prapë. Dhe ato as nuk prishen, as nuk zen insekte, as një që janë rojnë sa të duash, derisa të vi koha të bësh të tjera, nuk i gjen asgjë. Pra nëse dhe ju keni blerë oshafka, do të pyesni një herë se a janë trajtuar me lëngun e hirit në mënyrë që të qëndrojnë më gjatë. Interesante, ky është sekreti i mençurakeve, i gjysheve. I gjysheve tona, po më përpara ka qenë bërë kështu që të ronin. Po edhe për fiqë të thatë, ose edhe për çdo frut të thatë. Kundës edhe të mollës që bëjmë në Korçë, se këto fiqe dhe kështu neve s'para i kemi bërë. I përdorim si çaj, si kompost. Ato janë shumë të mira. Shtu konsumohen si qanë, se kanë fibra shumë. Si për gjaku të rinë plot ato me qajra, me gjera, me oshafet e dimrit. Ku ka më mirë? Qëfar ngrohtësie, qa nostalgjie që është ajo tryez? Ka provuar vete, ka dhe nga eksperienca. Tani le të filloj me recetën e qiqrave. Tani po ka urdisim pak... Kemi zbutur ka urdisur qepën e thatë dhe qepën e njom. E njom, po. Ndërkohë, tani do merremi pak edhe me gjellën e byrekut. Paralelisht, po, tek tigani. Që të na bëhen të gjitha njëshe. Skajgjën e kemi, po, Dhurata, avash, që t'ja undajmë më vete recetat të ambisave tona. Dhe, ti nuk du ta edhe është të gjithë, në kuptohet, se do të provojmë edhe ne. Pa qënë se e ke zënë ti të tushin, po e provojmë edhe ne një qik lakrën arme. Ja, tani që e vure të zbutet pak, se e nisëm dhe kaluam të zare, se këshu është këj mua bez. Si ta mamë si ato nëna gjyshet, si e bërë ti këtë, si bërë unë atë. Më trego pak për lakrën arme, se nuk shof as piper aty, as dafin, nuk shof as hudra. Si e bëm këshu thjesht fare? Thjesht. E gri lakrën edhe e ve në një kavanos ose kovë ose qarë kemi neve në shtëpi që i mbajmë të, po unë i bëj gjithmonë në qelq. Në qelq, po, qëndrojnë më mirë. Po, janë vazot të mdhaja që janë... Nuk rezikojnë të zbuten të pak. Nuk rezikojnë edhe janë më higjienike, janë të gjitha të mirat i ka. E grim lakrën dhe e mbushim atë e nënton pa asgjë. Vetëm lakrën. I vem kapakun dhe e lem, për shembull që nga darka në mëngjes. As uthull, as krip, as gjë? Asgjë, e lem ashtu që ajo të bjerë me veten e vet një herë. Pastaj zjejmë ujë me krip edhe e lem të ftohet totalisht. Krip të trash, të zezë? Gjithmonë.
kripën që bëjmë tushit. Pastaj, si është ftohur komplet ujë, në mëngjes ja hedhim lakrës edhe e mbyllim. Kaq. Vetëm ujë me kripë, asnjë gjë që të kesh edhe për të gatuar, kur të duash ja hedh thuthullin edhe që është më shumë përdorimshme, vetëm për mezet, është dhe për lakrorin edhe... Për lakrorin, për dolma, edhe për dolma që bëjmë ne. Edhe për të pirë lëngun, sepse ka njerëz që e përdorin lëngun e lakrës tushi për trajtime të ndryshme të stomakut, bakterieve të ndryshme. Po kjo është më e mira sepse nuk ka uthull, nuk ka konservant, nuk ka asnjë gjë. As hudhrën, as gjetën e dafinës edhe piperin që të japi, po të duash jashton. E kuptov. Po kjo bëhet... Edhe ajo ka shije tjetër, edhe kjo interesante, kjo procesi i përgatitjes së lakrës, pra vetëm me lakrën. Vetëm ujë me kripë dhe lakrë. Kaq. Kështu është bërë kjo. E morëm edhe këtë recetë. Rikthehemi në kuzhinë, në rrezë dielli me dhuratën, po përgatisim tani një lakror me lakër arme, me lakër tushi. Kemi përgatitur mbushjen fillimisht. Po. Trego pak, sa duhet ta skuqim lakrën? A duhet t'i shtoj muj apo jo? Pak sa të ngordi, si themi, si punë e qetë. Do t'i shtoj muj jo? Jo, me lëngjit e veta? Jo, me lëngun e vetë që ka. E kemi skuqur me pak vaj ulliri vetëm, as krip, asgjë, pak piper të kuq vetëm. Asgjë tjetër. Vaj ulliri, piper të kuq. E çuditshme vetëm me 2 përbërës, çfarë shije merr ajo në lakror? Ose është e mirë. Është turshi, është e mirë. Tani gjellën e kemi gati, edhe brumin e kemi zënë. Si një koqile të mira që jemi, kemi bërë edhe gjellën me qisha me spinaq. 3 receta e kemi bërë, kemi bërë kekun e kemi në furn, ndërkohë po bëjmë dhe byrekun që të hecim pak për para të mbarojmë. Me kohën. Po, tani, gjellën do e hedhim pak të ftohet, që mos na i qulli petët. Edhe kjo është detaj që duhet të mbajmë. Po, duhet jetë e ngrohtë, jo e nxehtë gjella, se na prish petët. Tani. Dhe paralelisht hapim... Po. Ja ta shtym pak të talierën që të kesh vend. Po. Tani brumin e kemi sënë, vetëm me ujë me krip, sa. Ka qëndruar për gati 30 minuta, dhe në fakt, sa më shumë minuta të qëndroj, aq më mirë bëhet. Ne do e bëjmë me kulaçka, 4 poshtë, 4 lartë. E pasi ndajmë, na duhet që t'i punojmë pak. Do ato ngrohtësinë e dorës, ta largojmë pak edhe vajin, se pas çdo kulaçke dhe në ta spërkasi pastaj në tepsi. Me pak vaj ulliri vetëm, edhe brumi është zënë vetëm me ujë me krip, nuk ka, me pak ujë të vakët, gjithmonë në dimër kemi pak më të ngrohtë ujin e brumit, në verë kemi pak më të ftohtë, po jo të ftohtë fare. Varësi të ujit, qëllon që brumi të jetë ose më i butë se shduhet, ose më i fortë se shduhet. Për shembull, nëse është shumë i ftohtë, brumi del i fortë. Nëse është shumë i ngrohtë, brumi qullet dhe përsëri kjo ndikon tek shija dhe hapja e petëve. Po. Gjithmonë asnjë gjë nuk ndryshon përveç se mielli, dhe të marrim pak miellin për çdo përdorim. Të byrekun me atë e kemi zënë. Me mielin për çdo përdorim nga ola jon. Tani bëjmë pak këto kulaçkat. 4 poshtë, 4 lartë. 4 pak më të mëdhaja, pak fare i bëjmë pjesës poshtë gjithmonë. Kurse petën përsipër e bëjmë pak më të hollë. Po, se i duhet të mbaj peshën e mbushjes. Po, fiks. Tërko, i bëjmë këto. Duke hapur, po zien gjella me qisha, kemi vendosur dhe kekun që ka filluar të marrë fryrje. U sigurua mirë që të ngrohet mirë soba furra. Si që bëjnë kekët e tjerë të zakonshëm, është edhe ky një lloj si kekët e tjerë në për fura si që kam furën e shtëpisë. Sa vite ke ti dhurata që hap petë për ditë? Që fëmi. Që fëmi. Po. është mërzitur kjo procesi hapjes së petëve? Më pëlqen. Akoma e bëj me dëshirë gatimin. Pavarësisht që bë shumë vite. Oklaia nuk është problem nëse ti e ndryshon, se kanë visa që kanë ato oklainë e tyre dhe kanë si që kanë shifat e kuzhinës atë thikën. Janë ca element të këtyre aksesorëve që... Megjithatë, unë prapë kam 30 vjet me të njëjtin pec. Me të njëjtin pec. Po. Janë ato janë më të holla? Po, janë më të holla. Të trashëguar nga gjyshja? Kur kam qenë në Greqi, ma ka sill mamaja në Greqi dhe që atëre e kam edhe... Po, që këtej. Edhe atë kam akoma, jo, nuk e kam ndruar. Edhe unë kam një të tillë.
është vjetruar, duket që është diçka e vjetër e traditës, por petët i hap qamet. Kështu që diçka që është e mirë dhe funksionon, pse ta ndrojmë? Aq më keq është e mamas time. Një dorë, aq më tepër kur duhet në kuzhinë. Është i domosdoshëm, tash ka petë gati sa të duash, po s'ka lidhje fare me këtë. Kjo është një diçka që petët e hapura vetë në çast, padyshim që po, s'ka diskutim. Unë përgjithsisht i bëj kështu të tëra bashk, edhe bëj 2 petët gati direkt, edhe pastaj hap një e shtroj poshtë, hap tjetrën e velat dhe është gati. Shiko, edhe kjo puna e përgatitjes së byrekut, kjo është sipas stilit të secilës. Se çdo anvis ka të dorën e vet, ka të stilin e vet, metodën e vet, që është e pakrahasueshme me njërin apo me tjetrën. Jo, pa diskutim. Është çështje dore, themi ne. Përgjithësi në Shqipëri të gjitha anvisat hapin petë. Po. Dhe për këtë traditë, për këtë hjeshi që ka kuzhina jonë, faktikisht do të flasim edhe pak më vonë, se sa e rëndësishme është të ruajmë, sepse ushqimi tradicional nuk është thjesht një ushqim që na kënaq shijen tonë, por është një histori, është një kulturë, është një identitet. Ndaj dhe është menduar që kuzhina jonë të përfaqësohet në botë, mes kuzhinave të tjera. T'ju tregojmë botës se ne kemi një kuzhinë të pasur, kemi një traditë, kemi një kulturë në fushën e gastronomisë dhe një identitet. Petën e parë, e kemi gati, afërsisht për tepsin që ne... Për tepsin që neve do bëjmë, ajto e hapim edhe petën, këtë të poshtme ne hapim pak fare më të madhe, me qëllim që të bëjmë edhe ato themrat ashtu si që duam ne. Në fakt, okllai dolën janë pjesë e traditës si aksesor të kuzhinës. Të domosdoshme, ja. Domosdoshme për lakrorët në saç. Po. Të hapura në astagaç. Po. Sepse duhet të hapeshin petët shumë të mëdhaja për atë tepsinë e madhe. Pesin që quhet ajo? Po, tepsia që pishet pastaj në... Ashtu është të quajtur dhe vazhdon të jetë ashtu. A ka lakror në saç që, për shembull, ka ca mbushje që nuk i shkojnë lakrorit në saç, për shembull? Se di që me presh me gjithë tani në dimër mund të... Për shembull, ky me arme mund të piqet në saç? Po, bëhet shumë i mirë. Bëhet shumë i mirë. Neve kur shkojmë te mamaja e bëjmë. Se ato nuk e kanë akoma... Vizet zjarri paralelisht, apo jo? Po. Janë bërë drut gati dhe për dimrin. Gati për dimër, ngrohja i bazën e druve, që janë shumë më të shtrenjta. Shumë, sa vjen edhe më... Ashtu, po me gjitha të prapë. Ne jemi mësuar në koqe dhe ja dalim. Për bukurim. Edhe një vërtitje të tillë. Që të marrë atë formën që duam ne. Mos e na bëhet shumë i trash. Gjithmonë duhet pak më e madhe poshtë, sepse edhe mblidhet rrudhet, por edhe na duhet për të përballuar peshën e mbushjes. Thjesht. Për 5 minuta byrek gati. Tani do të vendosim edhe lakrën këtu? Po, se të bëjmë edhe petën tjetër, që t'i kemi gati. Nuk e hedhim më përpara gjellës, se na i zbut petën. Hedhim gjithmonë këtë, edhe pak fare miell hedhim gjithmonë në fund të tavës, që edhe nëse gjella është pak e lëngshme, mielli nuk e le të zbutet. Ky është një detaj që ta shënojmë. Pra mbushja jo e nxehtë, mbushja nuk shtohet direkt pasi vendosim petën në tepsi dhe për të siguruar që ka apo jo lëngje, i shtojmë mielin, e përsërita për anvisat. Por edhe duke qëndruar tani sa kohë merr hapja e petës tjetër, sërish i bën më mirë se e qetëson brumin. Dhe hapja e petës me dorë është një nga mënyrat më të mira për t'i thënë recetës që të zotëroj, sipas traditës, t'i jap atë ngrohtësinë me dorën time, dhe kjo është më e bukura. Çdo prekje e brumit t'i jep ngrohtësinë e duarve. Edhe bëhet shumë i mjaftueshëm. Po. Këtë petën si për unë e hap pak më shumë, që të bëhen ato rrudhat
të peta dhe tjetë shumë e mirë. A ullë pak temperaturën e kekut. E kemi gati. Tani, Dhurata do të shtoj edhe, jam mirë ande afër nga ana jote. Ta shikojnë dhe ambisat. Edhe shumë i ndyrë nuk i shtojnë. Tjetërstohet edhe aroma në lakror e Armes. Vetëm me pak vaj ulliri që e kemi skuqur, është e mjaftueshme. Pak fare vaj. Krip nuk i kemi hedhur fare. Po, se ka vetë armeja. Se ka vetë armeja. Vetëm pak vaj ulliri dhe pak piper të kuq. Edhe pak piper të kuq, se duket që ka marrë dhe ngjyrën. E hapim pak më shumë petën që edhe të nga bëhet me ruda dhe bëhet e mirë dhe mos i kemi anët e trasha. Megjithëse edhe po t'i kemi, ja heqim pak, por unë si një koqire nuk e heqim aty. Se ti mas gjë në kuzhinë. Jo, sigurisht. Tani shoj pak së bashku sa po ta ndërtojmë, sepse nuk ju duen shumë produkte për këtë recet. Ju duhet një miell i mirë, ujë i vakët, edhe krip për hapjen e petëve, pra për brumin, përgatitjen e brumit, ndërsa për mbushjen, si pas recetës tradicionale kryesisht të juglindjes, lakrën arme e gatuajmë në një lakror të shishëm, thjesht dhe sakt. Vaj ulliri, piper të kuq edhe lakrën. E ngrohim pak. Se peta është për pak me e madhe, e bëjmë kështu, por është edhe rëndësishme edhe kjo pjesa që ta thuri mirë, unë e bëj kështu si gërshet, që të mos na dali gjella, edhe të pishet mirë. Të gjitha byreqet dhe lakrot, ky është procesi që më pëlqen më shumë. Të përgatitjet e prave. Është një lojë kështu antistres aty. Po, fiks. Ka loj mbështjellësh, neve në Korçë këtë ke. Unë këtë kam mësuar që fëmijë nga gjyshja ime. Edhe tepsinë kemi të duhurën, sipas traditës, na afron goxha me traditën. Ky është lakrori, shohim pak së bashku produktet e përfundoi Dhurata, ta vendosim për të pjekur, ndërkohë mund ta sillim edhe kekun apo së shpjekur. Kemi pra 500 gram lakër arme, 500 gram miell ujë krip dhe piper i freskët vaj ulliri. Receta të përfunduara me foto përkatëse do t'i shihni në rrjetet tona sociale dhe në YouTube-in ton. Nëse janë pjekur, edhe gjatë kohës që jam me miq të ftuar, sigurisht që mund t'i serviri dhe mund t'i kemi në tryez prej dhuratës. Të lumë shinduar dhe të falenderoj shumë që erdhe gatove me ne. Punë të mbar, ditë të mbar gjithashtu. Shkëputemi për pak publicitet. Flesh informativ na rikthejmë përsëri në rrezën ton. Ju pres.